الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أما بعد فنندرم الله تبارك وتعالى إدرجوم الصلاة ذا السلام Çdo herë dhe panda më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wa alihi wasallam, të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun tebaraka wa taala që edhe ky takim i radhës të jetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të jenë të sinqerta për Allahun tebaraka wa taala, të jenë të pranuara, do të na bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër, inshallahu taala. Po vazhdojmë me hadithet vijuese të kapitullit 11, kapitulli i cili flet për përpjekjen, angazhimin në rrugën e Allahut te baraka wa taala dhe xhihadin në mënyrë të përgjithshme, jo në mënyrë të veçantë. Imamu Nawawi rahimahullah i ka përmbledhur në këtë kapitull 16 hadithe. Kemi ardhur te hadithi 101 sipas radhitjes së librit autorit Imam Nawawi, Allahu mëshiroft imamin ton dhe hoxhallar dhe mësuesit e tij, hoxhallar dhe mësuesit ton dhe prindërit dhe dashurit ton inshallah taala. Është hadithi e Abu Hurairës i cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Hujibat an-naru bish-shahawat wa hujibat al-jannatu bil-makarih. Hadith është i vërtet, e transmeton edhe Buhariu dhe Muslimi, muttafaqun alayhi. Thot pejgamberi alayhis salam, xheneti është i rrethuar me vështirësi, xhehenemi është i rrethuar me kënaqësi. Faktikisht unë e bëra një gabim. Origjinali është xhehenemi është i rrethuar me kënaqësi, kjo është fjalia e parë. E fjalia e dytë është xheneti është i rrethuar me vështirësi. Ky hadith nuk është i panjohur për ju. Dhe ky hadith tregon që edhe për mua afru deri te xheneti, por edhe me i shpëtu xhehenemit, Allahu na mbrojë të gjithë neve dhe prindërit ton prej zjarrit të xhehenemit, kërkohet përpjekje. Kërkohet angazhim, kërkohet me u mundu, nga se as njëra, as e dyta nuk fitohen, as me shpresë, as me dëshirë e as koti, por me përpjekje, me angazhim, me vendosmëri, me një mund, edhe me i shpëtu zjarrit të xhehenemit, por edhe me ju afru xhennetit. Ne e dim edhe nga jeta e përgjithshme, nga ato informatat më bazike që i kemi, pse ka thonë pejgamberi alayhis salam xhehenemi është i rrethuar me kënaqësi, nga se gjitha gjërat të cilat janë provokative, ato që na tërheqin edhe janë joshëse për ne, ato që na ngacmojnë, ato që na provokojnë lakmin, kojtjen, nefsin, epshin, janë ato gjërat të cilat Allahu na ruajt e kanë fundin në zjarrin e xhehenemit. Prandaj ka thonë pejgamberi sa xhehenemi është i rrethuar me gjëra të cilat njeriu i dëshiron, i ka për qef, por ato janë të ndaluara. Derisa xheneti është i rrethuar për me mri deri te xheneti, ato pengesat po i quajmë kushtimisht, janë vështirësi të cilat duhet të tejkalon për me arrit te xheneti. Po e zem, sot do konë temperatura minus për me arë me falë namazin e sabat në xhami. Edhe me vetur oftoft, por në komë është hala më oftoft. E po, kjo është një penges që ti nuk mundesh me u afru deri te xheneti pa ti kalu. E kështu me radhë. Prandaj, ky hadith e ka përmend autori pikërisht për kanë dhe i bjen tamam titullit të kapitullit, kapitullit që li flet për përpjekjen, angazhimin, me dhonë mundin, edhe me bo gjihad. E kemi shpjeguar dhe javën që kaloi,
gjihadi është edhe me e kry ato që Allahu ka urdhëru, por gjihad është edhe më u largu prej asaj që Allahu ka kërku më u largu. O gjihad. Dhe një prej gjihadeve që kërkon mund edhe vendosshmëri është gjihadi me nefsin, me kojtjen, me lakmin, me epshin, me dëshirat e tua, e kështu me radhë. Hadithi tjetër është hadithi 102, të cilën transmeton Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma. Djali tina ka qenë Ebu Abdullahi. E dini Hudhaifën? Hudhaifja e ka një veçori. Për kësaj shokëve të pejgamberit është i veçantë me diçka. Se pejgamberi alayhis salatu wassalam ja ka tregu emrat e munafikave. I vetmi njeri në mesin e shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam që ja ka tregu emrat e munafikave me emra, filoni, fisteki, filoni munafik, është Hudhaifja. Një ditë Omeri radiallahu anhu, Omeri i madh, u shku dhe i ka thonë, e di që ti nuk më tregon kush janë munafikat, edhe nuk po më intereson kush janë ata, ama diçka kime më tregu. Omeri, vetëm tregu mos i mune pyetëne. Çkash? Unë e kom gojlen teme. Veç mos jam unë pyetëne, se tjerë fare nuk po e çaj kokën për të tjerë. Mos jam unë pyetëne. Subhanallah, Omeri thot mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas I ka vdek pejgamberi sa, thot kur ka vdek dikush, kur e kom pa Hudhaifën që është në xhenaze ka marr pjesë, kom shku kom marr pjesë. Kur kom pa që Hudhaifja nuk po merr pjesë në xhenaze, s'e shku asnjë. Jo a priori me paraqyku pse s'u shku Hudhaifja me marr pjesë në xhenaze të X i filoni që ka vdek, ajo munafik. Por ai ka vendos vetit një farloj sigurie. Kur ai është prezent në xhenaze, unë shkoj. Kur ai s'është, ndoshta mos filoni pas ka vdek, nuk është pe besimtarëve. Hudhaifa radiallahu anhu e ka pas një histori të bukur me pejgamberin sa, thot një natë jom fal me pejgamberin alayhis salatu wassalam, bashkë me to, namaz natë. Thot dhe kur e ka fillu namazin e natës, mas Fatihas pejgamberi ka fillu me lexu surën Baqara. Masi e ka kry, dhe më thonë, dikute ajeti 100, ka ra në ruku. Këtia ka marrë mendja, se po bjen në ruku, kur ka marrë të ajeti 100. I ka kru 100 ajetin në qatë, ka thonë Hudhaifja që ta shavarë vakti me ra në ruku. Pejgamberi sa më ka vazhdu, nuk ka ra në ruku. I ka kry edhe të 102-ta, jo në po 200 ajete. Sa ajete I ka surja Bekare? 286. Surja me gjatë në Kur'an, edhe me faqe, edhe me ajete, o surja Bekare, 286 ajete. Thot, mbasi e ka përmbyll krejt, e ka knu surën Bekare, një reqat, hala sa në rruku. Thot, ma ka shku me ndja, po shkon në rruku. Thot, jo, e ka fillu surën Nisa, mas surës Bekare, cila surja vjen? Ali Imran. Thot jo, e ka nis surën Nisa, e ka përcy Ali Imranin, e ka nis Nisan. Edhe Nisaja surë e gjatë. 7 surët e para të Kuranit janë tiwal, gjata. Do thonë 7 surët e para, do të thonë Fatiha, jo, Bekare, Ali Imran, Nisaja, Maide, An'am, A'raf, do të thonë këto janë surët gjata. Që kanë shumë ajete. Dhe thot kur e ka kry Nisan, prap komendu që shkon në ruku. Thot ja ka nis Ali Imranin. Kur e ka nis Ali Imranin, e ka përmbyll, e ka kry edhe Ali Imranin. Thot pastaj ka shku në ruku. Tash ka është interesant. Thot Hudhaifja, ajetet e këtyre 3 sureve të mëdha, Bekare, Nisa, Ali Imran, radhitja është Bekare, Ali Imran, Nisa. Po ulema e thonë kjo është një argument që nuk prishet namazin e se prishet radhitja sureve.
Po, radhitja e sureve duhet të respektohet, po pejgamberi e ka bë pikërisht këtë veprim për më na tregu neve që nëse ndodh dikush me të kalu radhitjen, me prish numrin rëndor, namazi në rregull. Thot Hudhaifja, i ka kënu ajetet kadal për qef. Thot kur arte ajetet ku përmendet, madhrohet, lavdohet, lartësohet Allah bëhet të spi, thot pejgamberi u ndalte ato ajete paraprake e ka madhnu Allahun. Kur arte ajetet që përmendet rahmeti Allah, është ndale ka lyp e ka kërku rahmetin Allahut. Kur arte ajetet ku flitet për zjarin e xhehenemit, e ka kërku mbrojtjen e Allahut për zjarin e xhehenemit. Shqyqoni dhe më thonë, Hudhaifja nuk po na tregon thjesht në kuptimin vetëm përgjithshëm formën, por po na jep edhe disa detaje të formës së namazit pejgamberit alajhissalam në mënyrë të detajuar. Tash, për fat jo të mirë, pjesa më e madhe e jona ne nuk e kuptojmë Kur'anin kur lexohet namaz original, sikur ta kuptojmë, por namaz nafile, do të thonë teravih, namaz natë, imamët nëse i kuptojnë ajetet për katëse, ku ajete ku flitet për rahmetin e Allahut, për faljen e Allahut, ajete ku flitet për xhennetin, për xhehenemin, atëre konform kuptimit të ajetit imami duhet më u lut. Nga se kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka vepruar. Thot Hudhaifja, edhe një informacion. Thot edhe ruquja edhe sejdja ka qenë kogja e gjatë e pejgamberit alajhissalam. Edhe ruquja edhe sejdja ka qenë kogja e gjatë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tash edhe ky hadith me kapitullin ton na tregon sheqeni pejgamberit alajhissalam çfarë përpjekje, çfarë angazhimi, çfarë mundi. Do thonë ju kanë kumt. I ka thonë Aisha radiallahu anha, nëna besimtarëve, nëna jonë, ja Rasulallah, a nuk ti ka falë Allahu ty gjinat e ma hershme dhe të ma vëndshme, je ka mundon vetën, gjysën e natës, ndonjëre ma shumë se gjysa e natës, ndonjëre pak se gjysa e natës e kalun namaz. Dhe dini ju, si logaritet nata me logarin e shëriatit, po themi kështu, nata logaritet prej momentit kur përmendon dielli, prej kohës akşamit. E deri në kohën sabahit që kjo e nata. Gjysën e natës, ndonjëre pak ma shumë se gjysën e natës, ndonjëre ma pak se gjysën e natës, pejgamberi ka kalu për çdo natë namaz natë. Se namazi natës për pejgamberin ka qenë obligim. Farz. Pejgamberi alajhissalam e ka pas namazin e natës obligim. Për çdo natë. La ilaha illallah. Ju kanë ai kont, i ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, pe mundon veten. A nuk i të ka falë Allahu këtë me katët, ka thënë, oj Aisha, a nuk duhet të jem unë rob falëndërus ndaj Allahut tim për këtë mirësi. Hadithi tjetër i ngjajshëm, por tash akter në ngjarje është Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu. Hudhaifja ka falë namaz me ta, Abdullah ibn Mas'udi thot sallaitu ma'an nabi leylatan. Thot ninat u fala me pejgamberin namaz natë. فأطال القيامة حتى هممت بأمر سوء thot aq gjatë shumë e ka zgjat namazin, thot më ka hi mendja keqe namaz pikon. I kanë thonë ata wa ma hamamta bihi, çka shkoi mendja, ku shkoi mendja? Tha shkoi mendja më unë, sa tu falën kom thonë më unë se s'mujta më me dru. Yani si, do të thonë fizikisht është lodh Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu. Një përvojë të tillë ka edhe Abdullah ibn Omeri radiyallahu anhuma në raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, respektivisht me namazin e tij. Hadithi 104 është hadithi i Enesit radiyallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi alayhis salam, të vdekurin njeriu kur vdek, të vdekurin e përcjellin 3 gjëra: familja e tij, pasuria e tij edhe veprat e tij. 2 të parat kthehen, nuk mbesin me të. Familja dhe pasuria kthehen. Ajo që mbet me të vdekurin është veprat e tij, punët e tij. Wa yabqa 'amaluhu, mbesin veprat e tij me të. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Buhariu dhe Muslimi, muttafaqun alayh.
Këtu kisha dash veç pak, se po na ik koha, se kena disa hadithe. Subhanallah. A keni menduar rreth diçka që është shumë interesant në lidhje me vdekjen? Ndryshimi i parë kur njeriu të vdes, a e dini cili është? Ja ndrojnë emnin. Momentin kur njeriu ja dorëzon shpirtin Allahut, veprimi i parë ja ndrojnë emnin. Qysh i dhojnë gjenaze i vdekuri. Nuk e thirr më kush në emër. Çka më bëj me gjenazën? Ku pelojmë gjenazën? Aperatojmë gjenazën? Kur peshtim dhe gjenazën? Kur pelojmë gjenazën? Kur vinë me marrë gjenazën? Se thirr më kur kush në emën? E vlat? Subhanallah, kjo është shumë interesant. A vlen çfarë ndryshimi fillon? Që në momentin kur neve në ndahet shpirti për trupit. Njerëzit më të afërt, më të dashurit, tutët mitë, që në kujdes për ty, ata e bojnë mobilizimin më të madhin, me të largu për i shpis. U kry, sa më shpejt me të largu. Bilim ju e dini, me regullat e shariatit, njeriun i cilja ka dorëzuar shpirtin Allah, do të sa më parë me varos. Në kofti mirë, shpirti mirë thot, sa më parë. Por edhe në kofti keq, më mirë për to. Normalisht, na po flasim në rrethana të mundshme, në rrethana normale, kur janë të mundshme mundësit me i bo përgatitit e duara për varrosjen dhe kryerjen e farzeve. Gjenazja i ka 4 farze, gjithat e tjerat pastaj nuk bëjnë pjesë në perimetrin e farzeve. Farzi i parë për gjenazën, prej familjarëve, prej muslimanëve, prej rrethit, është me la gjenazën, e dyta është me pështidh me qefin, e treta është me afal gjenazën, e katërta me varos. Pastaj, këto varësisht për i rrethanave normale, jo normale, kushtet zakonshme, jo zakonshme, edhe mund të binë. Po e sojmë të shahidi, nuk la gjenazja, nuk pështidhet në qefin, varoset falet. Raset të ronda aksident trafiku, ku e diune, prap nuk la gjenazja. Në rase lufte me vdekin ndeti, ku e diune, por në kushte normale, këto janë farzet që të vdekurit, u a kemi bërgj si familjar, si rreth dhe si musliman, madje muslimanët kanë obligim farz me fal namazin e gjenazës një muslimonit. Nëse 3 musliman ja falin një muslimonit gjenazën, krejt qaj popull, qaj komunitet, qaj katun, qaj qytet, lirohen prej obligimit, së është farzi kifaje. Farz që bie mbi aspektin kolektiv, mbi shoqërin. 3 musliman ja falin një muslimonit, një muslimanes gjenazën, krejta i milet që aty ku jetojnë nuk kanë bërgj. Mos mja falë kur kush gjenazën, krejt jonë gjuna të Allahu dhul Gjelal, pëse se kanë falë gjenazën një muslimoni. Hadithi e Enesit tha 3 gjëra e përcjellin të vdekurin: pasuria, familja, vepra ti, 2 kthehen, 1 mbet me të. Dhe kjo të regon, dhe me thonë, me kapitullin ton, sa rëndësit madhe ka angazhimi dhe përpjekja, dhe me jap mundin në rrugën e Allahut për veprat mira, wa yabqa amaluhu, mbesin veprat e tij me të mirat dhe jo të mirat, prandaj i lumja i cili bën veprat mira. Hadithi 105, prap Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhis salam, el jannatu aqrabu ila ahadikum min shawaki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Thot pejgamberi alayhis salam, hadithi këtë transmeton Buhariu, thot xheneti është më afër për ju se sa që e keni më afër lidhsen apo rrypin e nalleve. Ashtu veç agja i merë, afrimi, haxhiluli, këta munden me ditë që ka e nallet, ju djemëtëri nuk e dini nallet në për xhamia kryesisht, por edhe në shtëpia kemi pas, e harova dhe hoxhën Fatni me, se dha e din gjallë hoxhe, për nalle, kena pas nallet, lloj papuçe, po nalle prej drunit. Prej drunit, e mbi e kam pas një rryp të lëkurës, edhe kjo nalle o fjalë arabe, nalle, kjo është dhe me thonë, po e në ta o kjo, tha pejgamberi sa, ju e keni ma afër xhenetin, se sa që e keni ripin
apo lidhsen e nallave, ose thuj lidhsa tek pusave në kohën tonë, nuk ka kush do të keqe, thot njashtu edhe zjarrin e xhenemit. Ky hadith tregon që sa afër jemi xhenetit dhe xhenemit waliyadullah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, thot vazhdon dikush prej juve me bë vepra të mira. Bën vepra të mira, vazhdon derisa mes tij dhe xhenetit mbetet distanca një plumb. Një plumb. Edhe një plumb afro hini në xhenet. Thot Allah na rujt në ato momente mund të rshqes koma edhe shkon në zjarr të xhenemit. Waliyadu billah, Allah na rujt. Thot vazhdon ndonjëri prej juve me bë vepra të këqija, të liga, të cilat e largojnë prej Allah, i afrohet zjarri të xhenemit mes tij dhe xhenemit distanca është një plumb. Edhe një plumb hini në xhenem. Thot në ato momente Allahu ja hap mendjen, zemrën, shpirtin, pendohet te Allahu. Në momentin e fundit e zën të vërtetën e fiton xhenetin. Tash ky hadithi i Abdullah ibn Mas'udit dhe hadithin që e përmenda dhe hadithet e ngjashme janë alarm për ne që nën kupton që angazhimi dhe përpjekja jon për vepra të mira dhe largimi prej veprave të këqija. Dëgjoni, xhihadi kemi thonë o dy lloje, me çu në vend atë që Allahu na ka porosit dhe xhihadi tjetër më u largu prej asaj që Allahu na ka ndaluar. Me çu urdhin e Allahut xhihad edhe më u largu prej asaj që Allahu ka ndaluar xhihad. E kam thonë disa herë, po du me përsërit. Allahu e din është kështu, por nga analiza edhe nga bisedat me do miqë, me do koleg, kemi anë përfundim se në kohën tonë, ku ne jetojmë, në veçanti për djemë të ri që dojtë më konë besimtar, dy haramet më dhaja janë shumë problematike mu të i kalu. Sot djemë të ri që dojnë me jetu si besimtar, nuk e kanë problem alkoholin, nuk e kanë alhamdulillah, po janë dy haramet më dha prej hamar, prej gjunavet më dha, që janë shumë problematike, që janë aktualitet i kohës tonë. E para waliyadhu billah kurvria, zinaja, Allah na rujt. E dyta është mënyra e lehtë me fitu pasuri shumë haram. Mënyrë e lehtë e thjesht me u bë shumë pasunik ama haram, jo me halal. Prandaj djemë të ri të cilët në kohën tonë bojnë sabër për baltin e dy harameve të mëdha, me lejnë Allahu te baraka wa taala mirësitë e tij janë rrugë të mbarë drejt xhennetit biidhnillah. A këto janë dy probleme të kohës tonë. Allah na rujt. Domethënë namuzi ka ra shumë poshtë. Sot njerëzit e kanë ul kriterin dhe standardin e namuzit, ndershmërisë. Sot waliyadhu billah me prek në namuzin e dikujt dhe me u zhyt në kurvri e në haram e në zina është bo e pranushme në vendin tonë. Madje sot është bo e pranushme, zinaja mbetet zina si për beqarin e beqareshen, si për të martumin dhe të martuarën, por kjo është bo edhe në diçka e let, e pranushme, me imbilsyt, me te i kalu edhe në njerëzit cilët janë të martum. Waliyadhu billah, të martum. Dhe kjo tëni e ka një çështje problematike tjetër, se tëni kjo ka të bëj me ato që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, dejuzi nuk janë ndir erën xhennetit asnjëherë. Babgjyshat tona dhe gjyshet tona nuk e kanë ditë sa fjalë e rëndë është kjo, po kur im kon të vogël kur bëjshim sherën a thoshin morë dejuzi dreçit. E kjo fjalë e pejgamberit alayhisalam shumë e rëndë, nuk bën besimtarin me godit, me këtë etiketim dejuth, original është dal, ja, wow, dhe tha, dejuth, ka thonë pejgamberi, nuk janë din erën xhennetit dejuzi. Kur i ka thonë ja Rasulullah kush është dejuz, tha ai i cili në familjen e tij shkelet namuzi, ai e bën kabull. Familja është gruaja, o nana, o vajza, o motra, dhe pse jo edhe një perimetër pak ma i gjonë që janë pjesë antarë të familjes tu. Fjala vjen nusja, reja djalit. Ajo nuk është bie huj, në kuptim ajo është bie e dikujt, pa ajo në shpinë tënde. Dhe kur dikush i mbyll syt dhe vesht, kur cenohet namuzi, atëherë kjo është shumë problem. Pra këto janë dy haramet mëdha të kohës tonë.
Allahu i ndihmoft, e na ndihmoft, e na ruaj të gjithëve, e në veç ati djemë të ri përballë këtyre dy harameve, edhe që ajo e dyta është shumë e rrezikshme, sot ka mënyra të shumta, ka shumë rrugë më u bë shumë i pasur, po jo halal, po me haram waliyadhu billah. Me haram waliyadhu billah. Hadithi i radhës është hadithi i Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Ky u kon një prej shërbëtorëve të pejgamberit alayhis salam, khadimu Rasulillah, edhe u kon prej banorëve të Sufës. Tani e vi e spjegoj një sqarim të shkurt kush janë banorët e Sufës. Thot Rabi'a, thot një natë bujta flajtat e pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe kur erdhi koha dhe ai shprehi dëshirën me marrë avdes, i shërbeva, i bëra hizmet për me marrë avdes. Fillimisht kërkoi ndjes, pejgamberi tha dul e kryti nevojën fiziologjike, u përkujdesa me siguru ujin për ta, e pastaj edhe për avdesin e tij. Masi i bona hizmet, u kujdes me apru ujin, më tha pejgamberi, po thot Rabia, më tha pejgamberi, selni, kërko tha për meje, urna, çka po dan? Lyp, më shërbeve, tash pason dhurata, urna. U kujdese për mu, urdhron dhuratën, çka po dan? I ka thonë Rabia, po kërkoj që Allahu më mundsu me qenë shoqët në xhennet, me të shoqëruar në xhennet. I tha pejgamberi alayhis salam, a ki edhe diçka tjetër? A ki edhe një kërkesë? Open është mundësia, byrëm. I tha, hua dhake ja Rasulallah. Jo, tha, që të pëdu ja Rasulallah. Që ta shke ka thonë pejgamberi? Fa'in ala dhikrike, fa'inni ala nafsike bi kathrati sujud. Tha, ndihmoje veten, edhe ndihmon mu që me qenë ne bashkë në xhennet. Tash unë ty ta japa mundësin, ta bona ofertën, ti kërkove ato çka po e dën, për me arrit unë më kon afër teje dhe ti afër meje, ndihmoje veten me arrit këtë qëllim bi kathrati sujud, me shumë sejdë. Bir sejdë shumë, fal namaz shumë. Bir sejdë shumë nuk janë këto sejdët e farzëve. Sejdët e farzëve nuk duhet me bëti, muslimani nuk diskuton për sejdët e farzëve, duhet me ranë sejdën farza jo. Po të janë sejdët e nafileve. Rabia al-Aslami, pe shërbëtorëve të pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ka pas shumë shërbëtorë, këta kanë qenë të lirë, shërbëtorë nuk kanë qenë sklever. Ky ka qenë edhe pe banorëve të Sufës. Ku shkon në xhamit pejgamberit alayhis salam, tash po flasim në kohën tonë, në shekullin tonë, kush ka qenë në xhamit pejgamberit alayhis salam, edhe kush u fal te Rauda që është kop prej kopteve të xhennetit, tash e keni parasysh pjesa vjetër e xhamisë pejgamberit, nëse keni pa mihrabin, pa e zëjmë në mes, në anën e majt është Rauda. Në anën e majt të Raudas, afërsisht pak më poshtë, është një farë parcele pequj, është një farë kandi që aty kanë flejt, edhe që ka qenë kandi që pejgamberi ja u kanë da banorëve të Sufës. Këta jënë konë muhajgjer pej Mekë, fukare, s'kan pas familje, s'kan pas kur gjo shtëpia, as kur gjo, pejgamberi një kand, brenda xhamis ja u kanë da çajo po shtëpia, aty në çaty kanë flejt, çaty krejt. Sahabët edhe muslimat ju kanë pru sadaka ushqim. Numri ty në okun 80, ndonjëherë më pak, ndonjëherë më shumë. Se ndonjëri o dek, ndonjëri o martu, ndonjëri këta janë ehlus sufe. Shtëpia tyne, vatani tyne, jeta tyne, biznisi tyne, dini tyne, ibadeti tyne okun këtë manda xhamis pejgamberit alayhis salatu wassalam. Rabia al-Aslami okun njëri prej tyne burrave. Edhe ju ka gjetë pejgamberi, ja ka siguru ujin desa ka kry nevojën, Allah i nderoft, edhe ka marrë avdes, e tërë pejgamberi sa ka qenë prej tillë që nëse dikush ja ka bën një të mirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi nuk ka leju pa e nderu e pa shpërbly. Prandaj ka thonë kërko, urna, ka thonë ja Rasulullah, po du me të shoqëru ty në xhennet. A ki edhe diçka tjetër? Ka thonë çto po du? Atëherë ka thonë edhe mua më ndihmo përballë kësaj oferte që unë ta bona, por veten a priori ndihmoje për me arrit këtë qëllim bi kathrati sujud, me shumë sejdë. Kjo lidhet me kapitullin e Imam Neveviut,
përpjekja, angazhimi dhe derdhja e mundit për me fitu razinë e Allahut, për mu afru të xhennetit, e tjerë, kërkon angazhim, kërkon gjihad, kërkon përpjekje, kërkon mund, djersitje. Në të kundërtën, silat Allahil ghalia, xhenneti është malli i Allahut ka kosto, malli i Allahut ka çmim të lartë, malli i Allahut nuk arrihet koti, nuk arrihet belesh, nuk arrihet me ëndra dhe me dëshira, por me mirësi dhe rahmetin e Allahut arrihet me përpjekje, me mundim dhe me angazhim. Kjo është shkurtimisht të dashurit e mi, sa i përket këtyre haditheve, e tani kemi edhe disa hadithe tjera nga i njëjti kapitull, e për shkak se koha na mbaroi, do të lojmë inshallah taala për javën tjetër me lejen e Allahut të vazhdojmë këtu ku kemi mbetë. Elus Allahun e Madh te baraka wa taala, që Allahu të na shton zellin, edhe dëshirën, edhe sinqeritetin, edhe gatishmërinë dhe të jemi të vendosur në përpjekjen tonë, në angazhimin tonë drejt fitoreve, drejt arritjes kënaqësisë Allahut te baraka wa taala. E Allahu në Kur'an thot: "Dhalika fawzul mubin", triumfi më i madh në këtë botë është me fitu kënaqësinë e Allahut, razinë e Allahut dhe xhennetet e tij. Allahu na mundsoft razinë dhe xhennetet e tij neve, prindërve tan, të dashurve dhe familjarëve tan. Allahu ju ruajt, kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.